Flasim, po nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për ne në këtë fazë, le themi, fillestare të rrugtimit ton politik, edhe që të forcojmë identitetin ton, të kuptojmë se deri ku arrim besimi ynë në popull, pra dhe deri në çpik populli arrin të kuptojë se për çfarë qëndrojmë, me çfarë parimesh dhe ku synojmë të shkojmë në një farë mënyrë. Kështu që gjithmonë këto shkrirjet e partive të vogla që kanë ndodhur historikisht në këto 35 vjet, pra nuk kanë prodhuar jo vetëm identitet, po as pak gjë substanciale nga pikpamje politike. Kanë qenë thjesht nën, le themi, ombrellën e dy partive kryesore, gjë nuk ka prodhuar politikisht. Më përmend Adriatik Lapaj pak përpara si pjesë e asaj çadre të re që pritet të jetë në bulevard. E keni me parimet që ju ndoshta mendoni që i ka shkelur Lapaj, që ishte edhe kundër Ramës dhe kundër Berishës, me këtë pranim ulje në tryez apo çfarë? Gjithsecili, çdo parti në fund ditës ka të drejtë të bëjë zgjedhjet e veta, të zgjedh koalicionet e veta, të ketë prirjen e saj edhe ideologjike, edhe parimore. Ne nuk është se duam t'i bëjmë gjyqin askujt për shkelje të parimeve, sepse kashinesh ata kur nuk janë zotuar për asgjë, veç se nëse për ne, siç e përmenda pak më parë, vija kuqe është pikërisht bashkëpunimi me Sali Berishën, nëse qartazi për ta nuk është, ata janë të drejtën e tyre të bëjnë zgjedhjet e tyre me idenë se ndoshta duke u bërë bashkë do rrëzojnë Ramën, janë në drejtën e tyre absolutisht, por kjo qartazi nuk është qasja jonë. Nëse bëhet e gjithë opozita bashkë, a e rrëzon Ramën përfshirë edhe ju? Po jo, as në terma numerik, terma numerik janë në shesh. Po pra, nëse